Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ghafiri dhanb wa qabili tawb Shadidi al-iqab Dhi at-tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala man walah bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimi më i lartë, më i pastër dhe më i thellë i takon Allahut, të lartësuarit dhe të gjithfuqishmit, mëshiruesit dhe falësit, të urtit dhe të pushtetshmit, sunduesit të përjetshëm, krijuesit të qiejve dhe të tokës, Zotit të dukshmës dhe të së padukshmës, ati në dorën e të cilit është pushteti i çdo gjëje dhe te i cili kthehet çdo çështje. Atë e falenderojmë që na krijoi nga asgjëja, na nderoi me arsyen, na dalloi me ndërgjegjen, na fisnikroi me shpirtin, na udhëzoi në dritën e besimit dhe na përfshiu në mëshirën e Islamit. Atë e falenderojmë që na dhuroi Kur'anin si dritë për mendjen, shërim për zemrën, kriter për jetën dhe udhërrëfyes për njeriu. Atë e falenderojmë që na bëri pjesë të ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, pejgamberit të mëshirës, të urtësisë dhe të përkryerjes morale. Dëshmojmë me bindje të palëkundër, me gjuhë që e shqipton të vërtetën dhe me zemër që i nënshtrohet krijuesit, se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një, të vetëm e të pashoq, dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij, përgëzuesi dhe qortuesi, thirrësi në rrugën e Allahut me lejen e tij dhe kandili ndriçues. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, mbi dietarët, mbi të devotshmit dhe mbi të gjithë ata që e përcollën mesazhin e tij me sinqeritet, dije, urtësi dhe amanet. Të nderuar besimtar, Islami nuk është vetëm identitet i trashëguar, as vetëm përkatësi kulturore, e as vetëm një përmbledhje rregullash të jashtme. Islami është rend hyjnor, sistem jete, formësim i ndërgjegjes, disiplinim i shpirtit dhe harmoni ndërmjet besimit, veprës dhe moralit. Ai e ndërton njeriu nga brendia, e pastaj ja rregullon marrëdhënien e tij me botën që e rrethon. I dërguari i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e përmblodhi këtë fe madhështore në 5 themele kur tha:
Buni al-Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami s-salah, wa itai z-zakah, wa sawmi Ramadana, wa hajji l-bejt. Islami është ngritur mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është i dërguari i Allahut. Falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe haxhi. Ky hadith nuk përmend thjesht 5 detyrime rituale, në të vërtetë paraqet 5 shtylla formësuese të personalitetit musliman. 5 rrugë përmes të cilave njeriu ndërton lidhjen me Allahun, e pastron veten, e rregullon jetën dhe shndron fen nga pohim verbal në realitet të jetuar. Një nga mësimet themelore islame është se adhurimet nuk ekzistojnë si forma të zbrasta në vetvete. Ato kanë synim edukues, etik dhe transformues. Nuk ka dobi nga namazi që nuk e ndalon njeriu nga veset e liga. Nuk ka dobi nga agjërimi që nuk e ruan gjuhën nga kotësia. Nuk ka dobi nga zekati që ipët për syefaqe, e as nga haxhi që kryhet si shenjë prestigji shoqëror. Qëllimi përfundimtar i adhurimeve është ta drejtojnë shpirtin ka sinqeriteti, ta edukojnë ndërgjegjen me devotshmëri dhe ta bëjnë jetën dëshmi të vërtetësisë së besimit. Prandaj, gjatë muajit të Ramazanit, ne u përpoqëm ta jetojmë besimin më me shumë vetëdije, ta shtojmë namazin, ta gjallërojmë lidhjen me Kur'anin, ta forcojmë sadakan, ta zbusim zemrën, ta ngrim duan, ta ulim egon dhe ta pastrojmë ndërgjegjen. Të dashur besimtar, jeta e njeriut është një tension i pandërprerë ndërmjet 2 forcave, ndërmjet thirrjes së trupit dhe thirrjes së shpirtit. Trupi kërkon kënaqësi të menjëhershme, ndërsa shpirti kërkon kuptim, lartësim dhe afërsi me Allahun xhelle xhelalu. Pikërisht në këtë tension shfaqet drama e jetës njerëzore. Ramazani është periudha në të cilën njeriu mëson ta rregullojë këtë raport, duke ia dhënë drejtimin e duhur jetës së tij, jo pasioneve, por shpirtit. Prandaj, Fitr Bajrami është festë e atyre që për një muaj u përpoqën të fitojnë mbi vetveten. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju, siç ishte obligim për ata para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Në këtë ajet kuranor, Allahu nuk shpall vetëm një obligim, ai shpalos një projekt edukimi shpirtëror. Qëllimi i agjërimit nuk është thjesht përmbajtja nga ushqimi dhe pija. Synimi i tij është takvaja, ajo gjendje e thellë e ndërgjegjes në të cilën njeriu jeton me vetdije se Allahu e sheh në çdo çast. Në këtë kuptim, Ramazani është një revolucion i brendshëm. Ai e çliron njeriu nga tirania e epshit dhe e rikthen në dinjitetin e tij shpirtëror. Në kulturën bashkohore, liria kuptohet shpesh si aftësia për të bërë çfarë të duash. Mirë po,
Islami e koncepton ndryshe. Liria e vërtet është aftësia për ta kontrolluar vetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa ash-shadidu bis-sur'a, wa innama ash-shadidu alladhi yamlik nafsahu 'inda al-ghadab." I forti nuk është ai që mund tjetrin në përleshje, por i fort është ai që e kontrollon veten në momentin e zemrimit. Ky hadith na mëson se forca më e madhe e njeriu nuk është fuqia fizike, por fuqia morale. Ramazani është pikërisht shkolla e kësaj force morale. Gjatë tij njeriu mëson të thotë jo vetvetes. Ai përmbahet nga ushqimi edhe kur është i uritur, nga uji edhe kur është i etur, nga mëkati edhe atëherë kur nuk e sheh askush. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Që ta plotësoni numrin e ditëve dhe ta madhëroni Allahun për atë që ju udhëzoi dhe që t'jeni falënderues. Ky është një nga ajetet më domethënëse për ta kuptuar esencën e Fitr Bajramit. Në të përmenden 3 dimensione thelbësore. Plotësimi i një rrugëtimi shpirtëror, që ta plotësoni numrin e ditëve. Ramazani është një proces edukimi shpirtëror që zgjat një muaj. Në këtë proces, besimtari mëson ta kontrollojë veten, dëshirat dhe pasionet. Agjërimi nuk është vetëm përmbajtje nga ushqimi dhe pija. Ai është disiplinë që edukon shpirtin dhe pastron zemrën. Pastaj madhrimi i Allahut, dhe ta madhëroni Allahun për atë që ju udhëzoi. Prandaj në ditët e Bajramit dëgjohen tekbiret: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ky tekbir nuk është vetëm formul rituale. Ai është deklarim i madh shpirtëror se Allahu është më i madh se çdo gjë tjetër në jetën tonë. Dhe që t'jeni falënderues. Kulmi i këtij rrugtimi shpirtëror është falënderimi ndaj Allahut xhalla xhelalu. Falënderimi është gjendje shpirtërore në të cilën njeriu e kupton se çdo mirësi që e posedon në këtë jetë është dhurat nga i madhi Zot, atij qofsh mi fal. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Lis-saimi farhatan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Agjëruesi ka 2 gëzime. Një gëzim kur bën iftar dhe gëzimin tjetër kur ta takoj Zotin e tij. Ky hadith bart një thellësi të veçantë. Ai na mëson se gëzimi besimtarit është i dyfisht. Gëzimi i parë është kur përfundon agjërimin dhe përjeton Bajramin. Ky është gëzim shpirtëror, sepse besimtari e ndihen se ka bërë një përpjekje për Allahun xhalla xhelalu. Gëzimi i dytë është kur besimtari e takon Allahun dhe e sheh shpërblimin e veprave të tij. Kjo na mëson se Bajrami është vetëm simbol i një gëzimi shumë më të madh që e pret besimtari në ahiret. Muaji i Ramazanit ishte një shkollë për karakterin tonë. Ai na mësoi
durimin, përmbajtjen, disiplinën dhe solidaritetin. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: "As-siyamu junna." Agjërimi është mburoj. Mburoj nga çfarë? Nga mëkatet, nga egoizmi dhe nga devijimi moral. Ramazani është periudha në të cilën besimtari përpiqet ta rindërtojë marrëdhënien e tij me Allahun dhe me njerëzit. Një nga mesazhet më të bukura të Bajramit është solidariteti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri obligim sadakatul fitrin dhe tha: "Tuhratan lis-sa'im wa ta'amatan lil-masakin." Sadakatul fitri është pastrim për agjëruesin dhe ushqim për të varfrin. Nga ky hadith nxjerrim dy mesazhe thelbësore. Sadakatul fitri e pastron agjërimin nga mangësitë dhe lëshimet që mund të kemi bërë gjatë Ramazanit. Bajrami nuk duhet të jetë gëzim vetëm për disa, ai duhet të jetë gëzim për mbar shoqërinë. Sot ne po ndohemi nga muaji i Ramazanit, por kjo ndarje nuk duhet të jetë ndarje nga fryma e tij, nga etika e tij, nga mësimet e tij dhe nga transformimi që ai solli në jetën tonë. Ne po ndohemi nga muaji për të cilin Allahu tha: "Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit është ai që u shpall Kur'ani, udhërrëfyes për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i së vërtetës nga e pavërteta. Po ndohemi nga muaji i faljes, nga muaji i natës së Kadrit, nga muaji i mëshirës, nga muaji i garimit në vepra të mira. Po ndohemi nga muaji për të cilin pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron Ramazanin me besim në Allahun fuqiplot dhe me shpresë në shpërblimin që rrjedh prej tij, Allahu do t'ja fal mëkatet e së kaluarës. Po ndohemi nga një muaj në të cilin shumë zemra u kthyen te Allahu, shumë sy lotuan, shumë gjuhë kërkuan falje, shumë duar u shtri në sadaka dhe shumë shpirtra u zgjuan nga pagujdesia. Por pyetja më e madhe sot është: a do të mbetet gjë nga Ramazani tek ne? A do të mbetet diçka nga qetësia e teravive, nga drita e Kur'anit, nga etja e duas, nga turpi para Allahut, nga kujdesi për nevojtaren, nga frenimi i nefsit, nga ndjenja se ne mund të ndryshojmë? Nëse po, atëherë Ramazani nuk ka kaluar kot. Nëse jo, atëherë kemi ruajtur kohën e tij, por jo frytin e tij. Të nderuar besimtarë, sot është dita e Fitr Bajramit, dita e gëzimit të agjëruesve, dita e kompletimit të një adhurimi madhështor, dita kur besimtari e ndjen se ka kaluar një shkollë shpirtërore dhe shpreson në pranimin e saj nga Allahu. Fitr Bajrami
nuk është vetëm gëzim sentimental, ai është gëzim me bazë teologjike, morale dhe shpirtërore. Është gëzimi i një njeriu që bëri përpjekje për Allahun. Është gëzimi i një zemre që shpreson në pranim. Është gëzimi i një shpirti që ndjen aromën e mëshirës hyjnore. Gëzimin e parë e kemi përjetuar çdo mbrëmje të Ramazanit. Sot, në ditën e Bajramit, ai gëzim merr formë kolektive. Ndërsa gëzimi i dytë është ai i takimit me Allahun, kur besimtari do ta shoh shpërblimin e agjërimit të tij, kur do të thirret nga dera e Rayyanit dhe do të dëgjoj fjalët e nderit hyjnor: kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Hani dhe pini me kënaqësi për ato ditë që kaluat. Lusim Allahun të na bëj prej atyre që ta dëgjojnë këtë thirrje në atë ditë të madhe. Ramazani na mësoi se durimi nuk është qëndrim pasiv, por energji aktive e shpirtit. Ai na mësoi se njeriu mund ta frenoj veten, mund ta disiplinoj dëshirën dhe mund ta ngrej shpirtin mbi zakonet e trupit. Allahu i madhruar thot në librin e shenjët në Kur'an: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarëve do t'u jepet shpërblimi pa mas. Sa e madhe është kjo fjalë, pa mas. Jo vetëm shumë, jo vetëm bollshëm, por pa mas. Sepse durimi është një nga trajtat më të larta të besimit jetuar. Ramazani ishte provë se me durim dhe përkushtim arrihet ajo që në fillim duket e rëndë. Prandaj besimtari del prej tij me bindjen se çdo vështirësi ka fund. Çdo natë ka agim dhe çdo përmbajtje e sinqert ka shpërblim. Një nga gabimet më të mëdha që mund të bëjë njeriu është ta kufizoj afërsinë me Allahun vetëm në Ramazan. Ramazani nuk erdhi për të krijuar devotshmëri sezonale, por për ta riformuar jetën. Ai nuk erdhi për të bërë njeriu të mirë vetëm një muaj, por për t'ia dëshmuar se mund të jetoj me Allahun gjatë tërë vitit. Lidhja me Allahun nuk duhet të shuhet pas Bajramit, përkundrazi ajo duhet të forcohet, sepse ajo është burimi i qetësisë, i rezistencës dhe i kuptimit të jetës. Pa këtë lidhje, njeriu rënohet edhe kur ka komoditet. Me këtë lidhje, njeriu qëndron edhe kur sprovohet. Allahu i madhruar thot në Kur'an: wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën e tij. Të dashur besimtar, pyetja më e rëndësishme që duhet ta shtrojmë sot është: çfarë do të mbetet nga Ramazani në jetën tonë? Allahu i madhruar thot në librin e shenjët: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Ky ajet na mëson se adhurimi nuk është i kufizuar vetëm një muaj. Ramazani është një stacion në rrugtimin e gjatë të jetës së besimtarit. Lusim Allahun e madhruar ta pranoj agjërimin ton, namazin ton, lutjet tona, sadakat tona dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar. Dhe të na bëj prej atyre që vazhdojnë në rrugën e devotshmërisë edhe pas Ramazanit. Amin.
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.